Zoti ma. Zot na falë se është natë, zot na falë, zot na falë. Po, me zot na U kënaqa. Unë e kënaqa. Ishte frikshëm. Nga më së sonë të tretë kalëzim që ka bojmë. Hë? Sonë të kalëzim na apet ma se të shkojmë të atë nishim e flejt. Kur të marrim dritat. Para me do me Ylli vetën se ne mbron e ju e me mbron. A, jo, me qëfar veti unë dalë për dritare. Opa. Miz, që colla, më na shtini. Hajde, Ester, vazhdojmë. I dhanë sinjal. Im shumë ka të dyja. Ata po bëjmë të njëjtën gjë, ne po bëjmë të njëjtën gjë. Kështu që jemi sy e vesh. Po, s'na vinë askush. Okej. Kam pasur një shoqen time që nuk flas më me atë në italisht, po ajo do të dëgjoj dhe do kuptoj për çfarë. Për kë kam miz. Për kë kam fjalën. A çashtu njëri i çën mizat, mos ne vim vetë, ta di. Po, ashtu është një film horror. Hajde varja. Okej, unë me atë shoqe nuk flas më sot e kësaj dite, po për arsye nese. Se mu më intereson plasisht tash. Po do ta them në fund. Okej. Atëherë, për arsye se nuk flasim më, mua bete shoqërie. Kësaj tani, kur ka qenë e vogël, nuk e di se si do të tregoj këtë pa qartë dhe pa më drejt trupi, po nejse. Kur ka qenë e vogël, jemi moshatare të dyja, kemi qenë në gjimnaz, kemi qenë në një bank të dyja, edhe thotë, ishe shumë e mërzitur, okej, në rregull. Kësaj, për fat keq, ju mbyt një motër me vajzën e vetë dhe shkojmë te liçeni i Kasharit. Është këtej nga Casa Italia. Shkojmë te liçeni i Kasharit, thotë, shkojmë për t'u qetësuar se s'jam mirë, thotë mua, kupton. A kush ju mbyt? Motra vetë, është me fëmijën e vogël. Me çka u mbyt? Me fëmijën e vogël. Ka lindën gjatë lindjes ka... Jo, e bëri vetë me qëllim. Vetë e ka mbyt edhe fëmijën edhe vetë? Po. Edhe... Qa moshe? E vogël ka qenë, mund të ketë qenë një 2 vjeçë, diçka tjetër. E mbyt edhe Kështu i vetën patë në ardhur po hallet, u ndaga burri, familja e kësaj shoqes time nuk e pranuan më në shtëpi. Kjo shoqja ime është me trauma sot e kësaj dite. Okej, qa do bëjmë, do qetësohemi pak, më thotë mua, po deshe t'ikim deri te liçeni. Ku do shkojmë? O në Farg, tha këtu, liçeni Kashari. Liçeni Kasharit është brapa kazetazh që shpjegova, po është më qetë. Se nuk është se ka njerëz dhe kështu, e thjesht rri qetësohesh, ulesh është një pjesë guri aty. Ulemi aty, po mund të ketë qenë ora një, mos gaboj, e di se jam tash i brenda, po vloj nga, siç kam një lloj të nxehti. Mund të ketë qenë ora një 2-3 e mëngjesit, se ndojtëm shumë vonë dhe këtë e kapi mërzia, se ishim ishim në një lounge, duke pirë për qef, e ke parasysh kur të kap ai alkooli dhe të kap ndonjëherë mërzia, kur ke një gjë shumë dhimbshme, e kapi mërzia dhe tha, të lutem, tha, po deshe mos mblej vetëm me kështu këtë ande. Kjo tani, unë e kisha vënë re që kjo nuk ishte shumë të rezi, sa herë që dilnim rrinte si hutuar, çdo gjë i kishte me slow motion. O zemra, për çfarë do të pish? Po, okej, po. Normalisht se është traum. A desha to. Je. Edhe shkuam pra aty te liçeni, se kisha unë makinë me qera. Shkuam aty të dyja, ulemi dhe fillon të tregon historinë. Sinqerisht nuk dija çatë flisja, s'dija çata ngushëlloja, çat i thoja dhe thjesht kam heshtur dhe vetëm kam dëgjuar. Okej, në rregull. Kjo tani më thot mua, unë pavarësisht thot se nuk është më këtu, thot unë flas me atë çdo natë. Thash, sot na fal, thash ka kalu tash nga truni, ja kupton. Ç't menoj robi, po. Po njeriu mendon me veten e vet, duket sikur po flet për shembull me dikë dhe thot okej, flasë kështu. Qetësohem, tha mua natë, tha gjithmonë dal vetëm, po nuk ma kishte tregu kur këto gjëra dhe ishte sinqerisht shumë e frikshme. Zgjodhi atë natë ma tregonte, kishte zënë alkooli, okej, në rregull, ulem aty te guri, filloi të tregoj, motra kështu, ashtu. Edhe tha, nuk di, tha mua nga t'ja nis, si t'ja nis. Tha
Thash, s'ka problem, nëse nuk do ta tregosh, mos ma trego, thash, unë u preva për vete, që unë këto i kam verem, këto historit kështu nga flika. Po ishte një qetësi totale. Edhe më shëngjes mishi, shiko. Një qetësi totale, po. Edhe thot, flas, thot, gjatë gjithë kohës, thot, natën, e kështu këtë janë di, thash, Allah, unë arru tash i ka hik. A nena pa i zotin. Jo, flokëm hini. I ka hik, thash, të shimeni, Allah, unë arru, zot na falë, thash, pak e ka nga alkoholi, hajtë s'ja vunare. Po qa fleti, thash, e di, thash, e kuptoj, të kryon alucinacione, thash, e duket si kur e kja afer prape, këtë janë di. Jo, tha, flas seriozisht, tha. Pyetja ime që më shkonte në mendje ishte që duhet sinqerisht shkosh një psikolog, se normalisht nuk je mirë. E pash dhe i thash, a do që të flasësh akoma dhe më shumë? Okej, u hap fare. Kështu, ndodhi kështu, tha, u nda nga burri vet, u fut në liçen, ta bësh me vajzën, u mbytën të dyja. Mami tha, sot e kësaj dite është e rënuar. Unë e njoh mamin asaj. Sot e kësaj dite është e rënuar dhe nuk je pas smerë. A kupton, është thjesht një njeri i gjallë që thjesht frymon. Qa fleti, thash, unë flas ta natën, tha, gjithmonë, tha, shkoj në liçen, tha. Dhe kjo prandaj po më thoshte, që gjithë kohës, shkoj me një liçen, sikur zbrazej. Shkoj me një liçen, kjo shkon tek këtu në Fark. Këtu ku jemi ne është liçeni Farkës nga mbrapa. Kjo shkon tek këtu në Fark, aty te diga. Aty te diga është kështu si pjerdazi, ulesh aty është vetëm liçen. S'ka asnjëri as zhurmë as piptin gjë. Gjithmonë shkon të liçen Farkës natën, vetëm, e fliste, fillon të fliste në ato momente, duke bërë muhabetin me këtë, thotë, unë thot, edhe tani që po flasim të dyja, thot, e ndjej sinqerisht që e kam afër. Në ato, po, plak, jam, si nuk kam vdek. Unë e ndjej, thot, sinqerisht edhe tani e kam afër. Dhe qante me të madhe. Unë e ndjej që e kam afër. Thash, nuk e kuptoj pse, domethënë dhe si e mendon këtë gjën, po mua sinqerisht nuk më duket normale. I thash se, mos e mendo kështu, tash ajo të she, kupton është e lumtur për ty. A ti të i mbush pantollë. Po, unë të vdek ndërkohë, kupton, ajo shkreta po tregon të historinë e vet, shumë bukur. Unë tha, dhe tani, tha, që jam këtu, tha, unë e ndjej afër, tha, e kam këtu. Unë ndërkohë që isha këte. E kam këtu, tha, ja ku e kam këtu. Të kësi për vendit. Thash, po, thash, gjo, e kuptoj, thash, që shpirtrat, ndoshta mund tjetë kjo teoria që mbasi i hikin, jetojnë prapë këtu me ne, tjetë me radhë, po... Po dhe nga eret i vetës, mendoj, thash që po. Jo, tha, dhe tha, madje, tha, po të gjosh me vëmendje, tha, ti gjon edhe zërin e bebit, tha. Në të 100 e sekondit, shikoj si më shbër mishi, kokër, në të 100 e sekondit, është gjuhë, po, është gjuhë e bërtit me fëmiu. Si që bota ajo dhejl pra dite që bote, kështu me të madhe, po zëj vogël fëmiu. Kam pa rreth e rrotull, shikoj që kësi më shbër mishi, kam pa rreth e rrotull, nuk ka pas, veç musëm po mishi. Nuk ka pas as një lloj personi rreth e rrotull. Kjo, dhe që ndodhi? Në ato më... Hashtu tartë për qesh, o budallë. Kjo dhi të qesh. Ta vri mua vete. Falë, bre, se s'fali. Falë, si kom qefu në mam qesh. Du të paramendu ty si e dhja. O zemra, unë vdiqa me. Unë vdiqa para koha. Nese. Ajo thot mua... Se bashu kyqa dhone. Po të gjosh me vëmendje, më thot mua, gjojt zëfmije, më thot mua, gjatë gjithë kohë, sa herë dalë liçen, unë gjoj zëfmije. E nive dhe tia, po? E niva. Ka një lëmë. Klithëm, me të madhe. I vogël, fëmije. Kjo, Më së konë dhejt për në thu. Larë. Klithëm, të bërtit me të madhe, i thash, E në shaj kjo në pantolla, po më duke. Erdhë. Aj po me, Qa ke? romër i qokolata për atje. Po në Mama. bere, mërë. Jo. Që shio, qka romër? Pasha zotën. Unë nuk e tregoj më. Unë nuk e tregoj më. Vazhdo një histori.
Mo e dini që ka sound aty? Ha? E dini që ka sound? Qa është ai? Qëre mërë qokolata, Farsa, ndra, qokolata, pjetje netit, Qokolata, vet. pi rafti. Pasha zote rafti. Este unë se unë sprikë. Pasha zotën, ra. Beto, Pasha që qaj, ra. unë nuk e tregoj më plak. Spa qokolatë zoka, e një Karta, e ra. Më së konë hazër, ra. Po hazër, bashkë tash, ra. Vene, mos e diskuton më. Se po. Po vallaj, ra. Edhe u rrotullu kura. Që është e vërteta, se s'kishte në tokë. E gjoma dhe unë qëra, po s'besoj në këto gjëra, po ndaj në... Vdicja. Vdicja. E vazhdojmë na sonte, Ester, më stani na Nuk ka pet. nevoj, vazhdoj, s'është problem. Kështu dëgjova zërin e fëmijës, u traumaksa, një javë s'kam fjetur kaq. Ja, era e shumë për Po, shkurti. nuk e tregoj dot më tani mbas kësaj. Po. Po qa, E moj, se ka ra o kon shtremt, ka ra vet. po konë shtremt. Ja, edhe... Pa, e Sinjal di është. qa, unë shtash, unë nuk du të... Qa do lloj gjëje që të tundun këtu nuk bie asgjë. Që tu? Po, ra. Mos e tregoj më, vazhdoni. Kaq ishte E historia. vazhdojmë na sonte apet, më stani. Hajde be kalzoj se së do Baroj, I swear, dëgjova Hajde qa, gjithmonë. tregoma që të ta tregoj unë, të ta spjegoj ty me fakte, me gjëra që nuk është ashtu ti si ke mendu se e ke ndigju. Se se ke ndigju. A qesh se si mund të jesh ndjerë ti, se... Po, për Kuptoj, zotin... nuk e ndalova për atë, Po, ndalova për e tjetër. ndalim se ra Po, çokolata, ajo do të dëgjoj. është ka hy filma se ka arta ju, i ka thonë një isha rret mos. Ajo do që të dëgjoj, Ma prek më. Po më duket mama ti e bone. vëlla matë ke madhe je ma. Zemra për i veni me, po shtu dollë zemra për i veni. Hajde se si del, Dëgjova Është pjesë krismën, se po e vazhdoj kështu. në ke mu këtu i hak rejt. Je, Je u knashtë me ke di se je ti budale. Të mbroj unë. dëgjova të krismën dhe i them asaj shoqes time që të lutem, du që të çohemi nga këtu nga ky moment. A e ndigjove ti? Që po. Qa ndigjove që atë si bërti që? Klithën më të madhe. Ah, S'du ta bëjmë më tani. Okej. Klithën më të madhe, fëmije i vogël. Kam parë se rotull liçeni i kasharit është kaq i vogël. S'ka aty asnjë gjë, është vetëm një varkë e vogël aty e prishur, e vjetër fare. As drita, s'ka vetëm një dritë e vogël, një lokal i lartë. Kaq ishte historia, që asaj dite nuk kam kohë që nuk ikin liçen. Edhe s'ke Natën. fol me atë vajzën, me atë shoqë. Jo, jemi zënë për ca muhabete dhe nuk Do të më e mirë është, shpresoj të jetë mirë. do të mbas sa koha je i dhnu? Jo. Asi i more veç se folën. Po, thash, motor. Ti për çfarë je i dhnu? Që e pas dora. Shif, ajo mund t'jetë një lloj traume. Po. Po. Am kupton, nuk do të thotë se... Atë i thashëm. Në, ajo është një lloj traume unë që pse asaj gjop? duket. Po, e ka një, po, vet instinkti. Ose koincidenca, Ti, po. mund të ketë rastis në një fëmijë. Shtash dhe tregoj unë ty histori të vërtet timen. Që ama nuk ka të bëhe me kësi gjëna, po çava përmenda, që o bona keq, unë kom qenë keq, po ta tregoj pastaj. Se nuk e di, ata tregoj se tregoj, se për këto gjanat, do të mund të... Më bëri shumë habi kjo gjëja këtu e kam sinqerisht e kam E unë menen frikshme kom përjetu vdekjen me sy, si thënë liqen, unë jo mbyt vetë në liqen. Jo mbyt edhe ajo për mu e frikshme, po këshu zëra, du t'ja tregoj se kanë digju zërë. Ndoshta larg 500 metreve një fëmijë me atë, o zëru, o bo, am kupton. Mund t'jetë koincidencë, si thoni ju. Shumë bizarë. E dish kur i folish këto gjëra, një gjë kjo është ashtë bjenç këshu në ope, e mund... Nëna, këtu. Ka qenë në shtrem, Pse? Ati. Okej, ti do pyesësh Frederikun. Unë sa herë që flas për këto gjëra për ulërima, pyet Frederikun e ke gjallë apo e ke këtu. Për këtë natë, thuj, kemi qenë me Ganin tu majt zjarrin natën. Kemi shku aty, i them Ganis. Shko te Frederiku do po të që ajo dhelm, na që ka bëha Jo, pasha zotin, jo, pyet edhe Frederikun. I them Ganis, hajde bëjmë, kishim qirin dorë, i them hajde bëjmë riting kështu, i them unë se pale i them unë qana vinë. Sa fillim rretullohemi, zë burri. Për këtë natë, për kokë të familjes, mos i gjetë qa gjallë, po dola nga këtu. Po, mos i bëbe. Tu bërtit me të madhe, zë burri. Wow! Po mos Mund të qenë ora një 3. Mos të kona i kush atje nën. U ka këtu, këtu janë varezat, këtu mbrapa nesh. Që ta dish, Unë e këte tret janë. natës hujnë vareza. Jo, janë këte varezat, këtu i ke vareza, se unë e di farkën shumë mirë.
Unë 3 natë si mbaret. Po mos ka pas njerëz. O, vlla, ka qenë pas bardita, sa po fillon dhe mund të qenë ora 1-4 e mëngjesit. Bet madhe, wow! Nena? Da të rëgosh ti? Ja të vipi mama. Qa më të regu? Atë që është për ty frikshme. Ha? Historinë që është për ty frikshme. Po, dhe po ndaj ku më të regu atë Unë- natë, që e në konë ma... Po këta si ka një përshë. Atë që është për ty frikshme. Kam të atë frikma. I thot atyre rregullo mikrofonin. Do qa ishte ky zarf, kështu atë ka qenë. Te kalzojnë në fund, sa të qetësuna. Shkojëm të një kërcej këtu. Asnjë. Dush. Ose gjë. Hajde. Pe banjës Të tregosh- ndigjohesh një za. Mirë, ngjoshe, mos ishte marrëbiçita jote. Edhe më Hajde, ka Andrea. ndodhur një natë këtu. Qa? Por ne me po, të rejthit jem kon të ecë, pasha zotën, po s'kom besu. Jo, nuk kom besu. Keni se një bërë për të fryrë mbyllë, qa keni? Prit bre vetëm një minutë, Qa keni? jem kon të ecë, ka lajthit. Zera këti, Hajde, bol, e tregon mamët, as ja fol. Ja, ha të regoni jo. Ha, pra ti. Jo, s'është historinë e kalzit tani. Jem kon të ecë, ka lajthit edhe kom një dikën të folë në mes veti që aty. Fill, anë i lajthis. Po ka shtëpi aty. Jo, fill. A, por ke kalu nga trut, pra. Jo, kum kalu të lajthnia kur gjë s'ka pas. Natën vonë ko, 1-2 natë. Hajde, kush e tregon? Alba o kongë. Jo, nuk ka kone Alba me. jo, s'e kaluan me hajde, njëra hajde. ne edhe këshyra. E ka ky. Po, s'po di qëm. Unë i kam 2, Dy të regoj. 2, Ska dërë, sot ki. Sa ka mundu. Ne kalzoj se ti mi kalzojsh me interesant. Si periud. unë nuk i kalzoj interesant, i kalzoj që ashtu që shjon të vërteta. Okej, S'më vetëm me mos bo i interesant zgjat as shumë edhe gjë. kaq. Po, se s'kam shumë zgatme. Jo, Ishim të Qa, mund të stanet, rrim gjithë natën? Po, për pres. ishim të okej. stanet, Okej, pra hajde ratohemi. ishim të stanet, stane është shtëpi e drurit në Rugov atje. Edhe nuk na erdhen 2 bika, nuk na erdhen në shtëpi dhe u dasht me dal natën me i lyp. Qa janë bigat, la? Big, Viqa. vici, që fa ta vici. atje. Prit pak aman të. Ato bëjmë be? Ata, po veç del këshyra. Hajde, Ester. A janë mrena jashtë? A janë mrena jashtë? Ata janë jashtë. Edhe gjyshra me t'lija i pas dritë shpirti, më shtini me shku unë o tuta ke vonë shumë, a i serdh me mu se s'me ke me ecë, edhe ish largë, ka gja shumë largë me shku. Në ishallah dhe s'mdalin letë se shumë është të frekshme për mu, edhe unë nisa në malit të fantazu, m'delke diqka, m'folke rrugës, këshur Chanel, edhe hupa. Jo, s'ka lidhe më stanin, së në e kalzej vetë. Po unë janë njësa vetit, ja bona se fantazojisha rrugës, më hangër mali, m'del ki diqka në rrugë, shisha, u nala në gjysë rrugës, u ktheva. Shkova di në gjysë rrugës, e u ktheva apet më shku të shpis, m'dull diqka për para, ma ndërprejti rrugën, vazhdova më shku. Thersha lare, ma ndërprejti diqka rrugën, vetë, fantazi, pa lidhje. Si hija, si. Nuk dim, kom harru. Unë nisa apet më shku për pjetë, edhe të Po qa po thu tani? Ndite i gjopë edhe kam harru tani që më. Falësha me dikon rrugës, më shëqnëj ke dikush rrugës, ma hekja tutën kërë nisa të një prapë, po e nisha zilën e bikave e nisha shumë largë. Kumbonën, e nisha shumë largë, po nisha diqka shumë ofër. Nisa më shku ka që ajo zhurmë që beke, jo ka kumbona, edhe vishë më ka dalë si hije, diqka arush, e kom një si arush, tja kom sy me ladru, të poshtë, që më shku hisht të bikat. Jem këthy të poshtë, të kajtë, të bërtit. Liqat.
të viqat. Viqat, se mas të tash pe kuptoni viqat. Okej. Jem këthy të poshtë të kajt, ma në nuk shkova të viqat. Edhe nuk më digjon rrugë, më ka kalu një kaprëll i madh, gjo që e vërtet, më ka kalu e kom pas larë sa që tu e te Elbari. Edhe në qatë rrugë ka vazhdu aj, edhe jem nalë, më ka nalë zoti, edhe që ka kalu Arusha me tre dvajlt e saj, edhe u hi në rrugë. Ajo s'm ka pa mu. Me 3 klysha. Me 3 klysh, 3 dvajlt. Po tu të Arusha zemra, mos pete, ke kur ka qenë pa në- 2 Jo, metra. sa ja O, u Ylli. një kaprollin. Ylli, mos ke qenë në ndër, o vlla. Jo, mori, jo. Qa e të thonë, kaloj kaprolli, kaloj Arusha me klysh. Po, masi Ku kaloj- ishe ti vlla në Amazon? Po nga më në isha njëse rrugës, më shku malin e A, nuk po ka kalova. Arusha. Une pe kalzej shumë shpejt. Ja ka shtyp herën krejt. Po, edhe tash ti une kur u ktheva të poshtë, se une niva një zhurëm. E niva zhurëm, në nisa ka qaja zhurëm. Tash unë tu fantazu rrugës, zhurëmën e niva, shumë e sigur ke. Po, unë nisa më shku të zhurëma, edhe fantazova, nuk e dijeni, edhe veç kur e kom një zhurëmë njerë të madhe dhe ju kom afru, jem këthy të poshtë të ladru. Edhe kur jem këthy poshtë të ladru, unë e fantazova që e pa Arushen, të bërtite, o babe, të bërtite, o Arusha, e kthej shakryt mra, pas që shakur gjo. Po, pret një minutë. Më falë, se po, si më të- kjo është më shumë për të qeshës. O, babe Arusha. Po, prit një minutë. Edhe tash ti, unë e kthej shakryt nuk shisha, sa Arusha, baba s'kur gjo, Arusha. hiq. Kur jem shku të qeja të porzja, edhe... O, bab drenusha Arusha. Jo, se dhe mu më do këtë ta shumë për me kesh. O, Amo më për falë, një me, më falë. a disa keq që më konë. Pasha zotën po. Po. Edhe kur kom vazhdu më këthy të shpis, unë e kom harru bikun, e kom harru atë viqin, e kom harru zilin e viqit, e kom harru atë zhurëm, së zhurëma mu më bani me fantazu. Edhe unë nisa, mu merdhë, si kur më mnjek Arusha të poshtë, shkova të bërtit, e nisha zonin e gjyshit ramet lisë. O, bab, qka u bab? Pi ljarë se u shtej ke zonin, unë isha si kur nellë, shumë a ish poshtë atje. Kur të ndodhi kjo historia? A? Kur të ka ndodhë? Më ka ndodhë në 2018-19. Para 3, 4, 5, 7, 8 vjetë. 5 vjetëve. Nuk e di, Po gjyshja ka ndruar jetë tani? 7 i bjem. 2017-18. 7 vjetë. Po pra, po gjyshja ka ndruar jetë tani? 7 bëjnë 25. Po Si 2019. e nishe zonin e gjyshit? 2025 jemi. O zemër, triste. 2017 në kom po andër. 2019, 2020, 2017 ka ndodhë kjo. 4, Ha, 5, maroja, 6. se që ka shumë e O, frikshme këllë kjo. fort, ta fus me këtë. Edhe kur jem këthy të poshtë, unë e fantazova edhe realiteti ku dul, më kaloj drenusha shumë largë e pata, kaprolli. Ka fillimi e po? Jo. Po, U ktheva në Arusha e ka shtëpia, njek- dul kaprolli të poshtë si të ladru. shpjegimi mamës, Arusha e ka njek. Arusha ka një kaprollin? Aty se plas. Arusha ka ndjek të me vrap. Tu e të Elbari, dol drenusha. Ai, Jo, ndoni me qesë, isha pa kur pikë. nisa me ikë për shpi, unë e pi zhurmë su tuta, e ka kupton, edhe merdë si fantazi mu merdë, që është këtu mjek Arusha, edhe ladrova në Arusha për punën e shpi. vetë të një kaprollin. Jo, jo, tani mdodhin, tani, prit. Edhe kur kom ri unë e të rakshi, kur kom ri, veç kom pa pimalit ka kalu kaprolli dhe unë në rrugë. Po? Edhe unë jem nalë, unë nuk kom vazhdu mo, jem nalë. Pret njerë, jem nalë, edhe tash unë të qa mu këthi mrapa, se fantazia jemi është mrapa më së është Arusha. Edhe që kur o dalë Arusha me 3 vajt edhe u hinë të porzve. Tu kërë të si valë? Po, këtë ke valë rogove. Po pret nga njerë. Nëse ty të thotë në herë në njërin, në të regon e histori për qesh, do t'i të Jo, regoshtë. unë u pregadita qaj, tha se ko me kajt. Po, dhe unë thash kur do qaj tani. Jo, për një me nga më Doli tash. Arusha me E shtash trek. si përfundim që O zemra, ja është tu e fut kot këta tani. Doli Arusha me 3 fëmijët. Po që do Se ashtu thot? e ka kaluar ai. Vazhdo vlla. Ti e kam kuptën, diçka që unë kom fantazu, kom fantazu natën, o frik. me malin, me gjona, Okej. më ka ndodhë diçka e vërtetëni. Doli Arusha tani me 3 Po, fëmijët. nga më vetëm pak. Unë e vazhdova, e kisha drenushën shumë largë, edhe u fut në rrugë, prej këti malit u fut për fund i rrugës. Po pse s'po më shikon dhe mua atë po vetëm. Ngrije pa kapelen, o zemra. Po, krejt Ngrije e pa dy kapelen, qyri. Andre.
Edhe masanina, kur kom rriun e të rafshit, drenusha ka kalu edhe hini për funi malit. Une u nala, bona për mu këthy mrapa, po une isha me atutën që une kom arushën mrapa, fantazis. Edhe në momentin që jam nal, e kom pa arushën në realitet, me 3 vajt, tu vrapu mas kaprollit. Edhe u hinë rruga. Sa shumë e ka një kaprollin, një zëtë. Jo, po ngon tak. Kur o hinë ajo me kaprolli poshtë arusha me 3 vajt, unë jem nal. Si po e duke si që nga ndërzy kaproll e arush. Po, unë jem të thonë, këto këtë historia. Po nuk është historia frikshme kjo, Ylli. Kjo është për qesh dhe u S'ka me zgërdim. të kalëzu tjetër të frekshme. Po që shko, ndoj që ka prodhi arushin me 3 Se lashë, mas të i, të një. Po, Qa ka edhe ndonë? une tëni e posh arushën me 3 vajt të hijat e mranë. Po ma, vetë aty, hinen ato, u kry. Tëni masani jëm nalë aty, një 10-15 minuta. Apet ka përcë Edhe jëm këthy për mrapa me shku, e kom harru krejt rrugën, do më thonë, jëm hini rrugë krejt tjetër, edhe kom kalu një, si kur me thonë, shpinë tam nuk e kom gjetë për një orë e gjys. Një orë e gjys. Kom kalu të një, na ishim leqinat, e unë kom kalu në kuqisht, kom kalu një lagje krejt tjetër. Edhe kur kom kalu atje, e ka pas një 3 shpia janë konë gjevukajt. Edhe unë të bërtit të madhe, o dalë një plak aty. Gjevuka është emra fis. Gjevuka është fes. Edhe kur kom bërtitu në të madhe, të bërtit jëm shku, jëm afrutën një shpije dhe o dalë një plak, më ka marë edhe i kom kalëzu djali i kujna jam, të një më ka qu natën vonë atje, kur jëm shku në shpi, vetë gjyshë jo konë qu të më pritë mu. Që kja konë? Edhe një tjetër dishta me kalëzu? Jo, të një kur vazhdo një jo. Ama, se fekë Ja, jo. Jo, se kuj ka marusha me kaprolla. Po s'kam diçka ma të prekshme. Po nuk e ke një historit një shoku që ta ka treguar. Pa the ka më kalëzun jam. Jo, A kena i tjetër? Apo jo? Shko. Folin kështu me më kujtu, ka zë për zotis ti. S'ka më vetë. Nena. Hajde, Andre. Vashta ti o burë, se unë e thonë që ka me kalëzu, që ka më kalëzu, se s'kam që kalëzu. Po Cëllë? Me se hire. Nëse i. Po pa. Okej, me hajde, se Nena. hire ka, Po dhe? E din me se i. Me qa? Ora, Me ke kalu magji. një historit frikshme ti. Jo. A ka kalu naj kushuri joti, naj motor, naj kushurina, naj kushuria, naj qikajë, gjaje, daje, halët e zë, daje, gjaje. Që më kujtohet. Nuk e priksh me vetë zana, me një, me egzorcizma, me sende, najse do dhe i një. Nena po të presë. Hajde, Nena i cëtër. Koni qikë. Jo. Hajde. Apo Jep. kupton? Apo? Ajë të regoj ti, Andre. Po dajtë kalëzu ti të Se frëmëzona. ti ma interesante, di se e Po. ki. Jo. Ma të Sa vërtet. losëm ka orë. Ja, Andrea kalëzo dhe ti në një. Po e kam që është po thuaj se shumë që më prek, e kupton dhe... Po thuje, por ma mirë shtash të të Edhe nga veç Gjon. e di që heke pak qëto. E di që në dëgjon e shoku, por prap se prap. E di që? Do... E inshallah ka zënë gjumi, që të thamë. Haj. Ka zëngjuën pa i dhe shokin ne? Ne jemi rritur bashkë, Nesër, komshi. Aty afër. Në ndante rruga, e kupton? Edhe... Kemi 13 vjeç ka qenë ai, edhe unë 13, jo, unë 14 e 13. Edhe... Nuk e di, nuk se di gjithë do të forsa të regoj. Ha? Atëherë, nëse nuk e tregoj, do të mos e trego. Tregje një tjetër. Nuk mund të tregosh një histori që të na le gjithë natën pa gjumë. Shuj. kupton? Ishe rritur në një familje, shumë, jo shumë ekonomikisht, e kupton? Ti aj. Jo, shoku im. A shokujt për. Ai, se s'do t'ja them emrin, inshallah Jo. s'më shtongoja. Edhe se di që jemi fshatit aty dhe s'është se ka qenë aty brenda. Edhe ishe 13 vjeç, unë 14, ai 13, unë klas 8, ai klas 7. Okej. Një vjetë në mjetë. Një vjetë. Po.
Edhe ky, ishe familje goxhaja, kështu. Jo, këne. Varfër, si të gjithë. Dhe ajo ishte që na lidhte shumë në të dyja. S'kisha unë, kishte ai, kisha unë, s'kishte ai. Edhe ky do të gjej fjalët. I ikte babi nga Greqi. Ikte vinte, kështu e migrim. Po, e ke parasysh atë nanën e ka pasur, fale Zot, e di që më dëgjon tani. Edhe ikte vinte, po babin e kishte këshuaj, që flipie, pinte goxha. Lekët që vinte nga Greqia, i blinte kështu gjësende, kupton, shkollë e gjera. Po, e kishte primare, kështu shoqërin për të pirë. Edhe shpesh herë ne se ku më këmshinj aty, e kupton, e dëgjojshin ato, au, se kërciste Parlament. dhuna. Është një fenomen i shpifur që është shumë i shpifur. E kërciste shumë herë jemi ngritur, kemi vajt aty afër Për t'i ndihmu. për t'i ndihmu, qa bë, se e kishim kuptuar, e dinim se e njihnim që vite, e dinim që e vuanin këtë lloj gjëje, dhe kur shkonim atje, e gjenim këtë çunin, nda babin, nda mamin, kështu, e kupton, edhe. Ky ishte diku, si që thash 13 vjeç, edhe shpesh herë, po kjo situatë ishte çdo natë me ata. E kupton? Ndodhte që shpesh herë iknin te xhaxhaja, te daja, ku gjenin kështu mbështetje, që sa të shohësh ajo. Pastaj ka qenë pak mentaliteti që kur shkonin atje, ktheheshin prap aty ku do ktheheshin, se jo po iku gruaja me fëmijë, e kupton? Ktheu te burri, duro, sa të rriten fëmija, tërci verci, këto gjëra kështu. Edhe ai, 1-2, kjo gjë ishte monotone. E ditë ne shkojmë me lozim top, edhe kthehet na fusha, lozim, se lozim të gjithë bashkë. Edhe, ky ishte i mërzitur, e kupton, s'ishte me ai energjiku, alegri që bënte, se loste shumë. Kthehemi na fusha neve, edhe i them, o filan, po ikën, okej, do shifimi pastaj. Emi, shifimi pastaj, o qa ke? I qa zja, azje për të zja. Qaj dhe, ka bërgjë mami, babin, lafë, prapë. Edhe, kjo filloj, preke, shkështu, e mirë të shika. Edhe, ulemi aty në verandë, të balkoni. Edhe mua më zuri gjumi aty. Edhe mami ishte po shikonte, që po bëtë të kyllë, majtë soletës. E kupton? Edhe menduam se kishte marrë litar për rrushin, se kishin rrush lartë soletë. E keni parasysh kur janë soleta që janë hekur? Qa soleta? Soletë, taratë. Taraca shtëpis janë me hekra që kanë rrush kështu. Ke parasysh? Si janë pa ndërtume, veç kolona. Soletat kanë hekura lartë. Po, kolonat, pa bome. Ka tjetër. Po. Edhe kërë një farë momenti aty, bën atë ca veprime që mamit nuk po i ngjanin të mira. E ngrit, ajo e ruan. E po e shikon. Edhe ai me litarin aty lidhet vetë. Merë dvaret. Po. Edhe del mami aty edhe i thot, vërtet me të madhe. O filango, shpejt. Në atë moment që ai dëgjon atë klithmin asaj të shkretës, gjen forca dhe kapet lartë si për kokës, për mos të rënë pesha e saj. E ngrihemi e kapi me presë. Nana jute? Nëna e ti. E nana ti. Se nëna ime po e thriste atë, oj, filanka, oj, se s'kutja të memën, po. E ngrihet ajo, i thotë, bërtet. Edhe në atë moment, ai përmendit se ai ishte duke kamët.
Edhe kap lartë litarin kështu. E zgjidhim, e presim, gjemimin hypi lartë, e zgjidh, a i bie bëm tokë, e presim këto dyja. Gjendja bërë shumë serioze, shumë kritike. Ne mblidhen, thrasim pastaj, themi, motrës kësaj, komshis tonë, e thrasim telefonit e mi kështu ma beti. Tezën e këti djali. Tezën e këti djali, bëhet, se ashtu kemi qenë, këto më vinin ata, kur vinin tezët, kret njifeni, kur vinin tezët e mi vinin ata të ne. E mblidhe dhe thrasim, edhe i themi, kështu ma beti. Klima. Filani, Qa ishte? Nga në Andren, Lene. Nipi jot. Situata është që 2 net para ka ndodhur ai që ka ndodhur. Prapë thënë, se s'kishte një javë që ishin kthyer. Nga tezja. Se kështu iknin ata, e kupton, i rrifte ky. Edhe iknin, Po shpëton. djali shpëton, apo? Shpëton. Pastaj mblidhen ata njerëz të kësaj, Po, që... gruas, komshijet, mblidhen edhe flasin me këtë si që është tek. Arrin të gjej një muhabet që i thonë këtij burrit, komshiut i thonë që ore kujdes me pijen se fëmia gati të vërë, ande, qa bëra, mos e qaj kot për zgjalli, fëmia është në rregull, shpëtoj, po fëmi si ka ngel trauma, ai dhe sot kësaj dite ka trauma. Shifë regulloj e jetën, mos e prish. Ai në çdo situatë kur shikon dhunë gjëra, ai reagon shumë kundër këtyre njerëzve që kanë dhunë. Reagon për mbrojtje, e kupton, kur shikon dikë të dhunuar, reagon shumë, as nuk e llogarit veten fare. Sidomos tek femra, për shembull, tek gratë ai është kështu ja. E ka pa? E mirë, qetësojnë gjërat, kalojnë 3 muaj, atë përsëri fillon një njëjtë avaz, se është si ajo shpreha që ujku qimin e ndrron, po Zanatin Sara. Fillojnë këta, bëhet gjendje me alarmante, sa që kam qenë vetë aty, ku teatrit ja kam dalur një kështu, një diçka në dorë duke i rënë atij, e kupton? Djali. Kemi marrë, kemi mbyllë në shtëpi për ta ndarë. Edhe aty pastaj arrin çdo gjë që mblidhen edhe një herë ata, pastaj gjithë secili në punë vet. Po ajo që unë e kam të frikshme, kam në memorien time ishte në 2 momente që zgjidhur litarin edhe ja kam hequr atë në dora, sepse gjendje pije nuk di ç'a bën robi, e kupton? Ai sot e kësaj dite... Okej, kjo ishte e dhimbshme. Ai sot e kësaj dite e ka traumë dhe e di shumë bukur se si mund ndjehet tani, po... Vetëm pak, a i merë vjeret vetë, a baba vetë merë ta Ai vjerë? djali. Vetë si? Baba e merë ta vare djalin. Jo ta varë, më Ai iku varja. vetën e mërë. Mas 3 muajve ndodhi tjetra. Baba vetë, Se gjendje pije si për dru edhe sakic. sakica. Se ashtu... Arrite pastaj një moment, ai përsëri fillon kjo pjesa, e kupton? Ikin të daja këtë radhë, e shkon në rrinë ati 1 muaj, 2 muaj, përsëri kthehen prapë, po i gjithë jeta atyre në mëdhenjve kështu ka shkuar vetëm dhunë. Andrea ka kriju familjet vetë ai tash? Kush? Personi. Ai del, po, ai është mirë, ka... Jo, po menoj, ka fëmijë, ka kriju familjet vetë? Pomër ka kriju, ka këtu, bilet. Shqyqyr. Pire sa do pak... Po vetëm se kjo ishte shumë e dhimbshme. Ai është në Kjo nuk ishte e frikshme. Unë e kom plot... Shqipëri këtë e Po, kjo është e Nana veç dhimbshme. a bënon, ndape babës vetë, babën e veç. Unë danë, sepse ai mori pastaj sado, se prindri kur, si do që të ke, i mirë apo i keq e ke baban tënë, Po. ose e ke nënën tënde, në të dyja rastet. Lidhet e martohet e bëhet e përsëri ikën në migrim ai edhe vjen një farë momenti që përsëri ishin gjërat e ngrohta, po ai tërë jetën e vet dhe pse nëna e tij me babën e tij rrishin bashkë, se kupton ndonjëherë është dhe opinioni që shumë gra shqiptare kanë ndajtur për hatër të opinionit. Po, për hatër të fëmijëve dhe për hatër. Ose i ka thënë baba rastë Tonë s'ki der. është turp ku do shkosh me kalamaj, bëj sabër derisa të rritën kalamajt, se do rritën kalamajt, se do rritën. Po, si ke Gjë që shqiptar. unë sot kësaj gjëje jam shumë kundër, kupton, që dikush që një grua, një femër që dhunohet, do më thënë, duhet qërohet direkt nga ta qëroj në jetë e ti atë.
Se ka 10 fëmijë, se ka 15 fëmijë kanat që do mbledhin, hekura do mbledhin, bakra, edhe të jetojnë qetë. E kupton? Gjë që ai çuni gjithmonë i thoshte t'jamës, ikim. Po ishte java që kishte frikë. Mentaliteti. Sepse e njifte burrin e vetë. E kupton qa lloj burri ishte, që kudo që t'ishte do ta dëgjonte. E kupton, por ato femra që rrinë, nëse kam fëmija vogël, apo nëse mami, apo babi, apo qa mendon vllai, apo qa mendon Hyria, apo Hasani, Hyseni, komshin, atë është kot, se kur nuk hecën. Da atë unë për mendimin tim nuk dua t'jap ato mesazhe të këqija. Sa fëmijë kanë qenë? 3. Nuk dua t'jap ato mesazhe të këqija, po këta meritojnë më të keqen e botës. Po si jemi neve që ta gjykojmë, se është një zot lartë. Në s'folim për atë pjesë. Kur t'i vi dita. Yes. Aman, mos na tregoni më histori të dhimbshme. Dite, e kupton? Se fukarallek, skamja, pije, e kupton? Ajo shketa nuk dinte një herë të gëzonte si duhesh. Dhe nëse do gëzonte, do bënte sikur do gëzonte. Po, dështirësh. Se do shkonte, hajtë se do ikim të filani se ka vdekur, apo ka fejon qupën ai, komshia matan, apo vllai, apo... Me zor do shkonte. Me zor do shkosh, si gjithmonë shkonte që gjithmonë e thoshte se s'dua të turpron, e kupton? Buza gaza ndej, po me ojë në shtëpi. Kështu ishte muhabeti. Edhe për mua, për shembull, këto lloj femra se nuk duhet fare, absolutisht ta mendoj 2 herë në një moment që ndodh kjo lloj gjë, nuk duhet fare të tolerohet. Fare. Gjithsesi, ishte mentaliteti ata lumëllend aty prap se prap, drejtën. Edhe ai çuni ja kput ikën në Greqi, e kupton? Ikën në Greqi, ikën me gjithë atë me papajnë e vetë? Dashurën e vetë. Me dashurën? Dashurën e vetë, me celebrime me gjitha. Shkojnë atje, bëhen me fëmijë, e kupton? Por tërheq dhe nanën me vete, se i duhesh nëna për kujdesin atje, e kupton? Kujdesin e fëmijëve, se nuse herë. Por edhe ta shpëton pi babës, ga? Edhe ta shti nona e shket. Ne kupton se nona e mirë si koçka që i mbledh ata zojtë e vetë anës. Kërkon gjithmonë ta mbaj familjen. Femra është ajo që... Po, e mban. E mban lidhje fort. Edhe i thot, ama, ta marrë, të le të vi, s'ka gjë, e di, po rri qetë, shket, se nuk ndodh gjë, nuk ndodh, E merë ky, se dëgjon nënën, e kupton se me dëshirë nuk do të ta merrte, thoshte më mirë shkoj atje rri 3 ditë edhe saktë se di që do krijohet, se ky kishte trauma të lloj gjëje. Diçka që nuk tiqet natruri, kur mos i ndodh askujt. Se duhet shumë punë me tik natruri, se ai është sot e kësaj dite 30 vjeç, 31 vjeç, unë jam 32 e Okej, ti me këtë dhe një mesazh shumë bukur. Edhe ai sado prapë dëgjoi nënën e vet, edhe nuk ashtu dot se baba, siç e thash, i mirë i keq, jo. Baba. Shty lart atë bien surrat, prapë. E mori atje, ndajtën. Filluan grindjet e gjitha, se unë flisja me, se ai në Greqi, unë Itali, e kupton? Se ikëm në të njëjtën kohë, unë kam ikur diku tek 1 vit e gjysmë më përpara, e kupton, ai erdhi 1 vit e gjysmë mbas meje. Kështu unë kisha 1 vit e gjysmë atje, se kam ndihmuar dhe ekonomikisht, e normale, si çdo njeri që shkon në emigrim për herë të parë. Edhe e mori babën e vet, e unë flisja, si është ai Xhaxhi? Si është babi? Është më rrugë. Është mirë. Më merë ky mua mbas 3 muajve, 4 muajve. Edhe flasim, qa ke plakit? Se ky kishte hangë, do të flasin në të moment. Qa ke plakit? Është bërë shumë vapë këtu. Babi tha prapë, si qa të bëjë, nuk di ku ta qojë, ta qojë në Shqipëri atje vetën. Do më thonë që e braktiste, do më thonë që e leho dhe në rrugë, do më thonë që se mbajte, do më thonë që sa do i miri keqë baba jote. Nejse, e mbajti ju. Nuk krye 3 viteve. A i vazhdojnë akoma edhe atje në Greqi me... Pa i e mbante atje, ajo nusja e shket. Ajo është, e ka rrugën e parajsës të shtruar. Se e ka duruar, se ka dashur çune duran dhe ata. Fatmirësisht duhet ta themi që sot nuk janë bashkë, se mas 3 viteve ndodh ajo që ndodh, e njëjta histori në ata. Edhe ai kthehet në Shqipëri, ata andej, po ai s'kthehet do të më andej, se ekspulsi e gja.
Ai nuk lejon të hyjë. E vetëm gjë që ka shpëtuar është ekspulsi që ka shpëtuar në ata. Qa është? Ndalesa. Ekspulsi që e thonë. Ndales. Na po. Që nuk hyn dot na. Ai çuni është Ka bodhun edhe atje, e kanë paraqitë edhe e kanë kthy. E kanë çuçi thonë. E kanë kthy, e kanë fut ndales që nuk guxon më kthyen ai. Është duke nga Greqia këtu kthej ai çuni sot. Është hequr një lloj barre në një farë mënyrë, është një diçka që e mundon shumë herë. Madje ka qenë vjet në këtë format, një histori e tillë, edhe diku tjetër në një format tjetër. E kupton? Që e kanë treguar të njëjtë histori, edhe i çoj një mesazh. A e mirë, unë e di që ti për çaj ke dërguar. Nuk jam mirë, tha, sepse kështu muhabeti, tha, pash një histori që ishte e njëjtë si e imja. Edhe ai sa herë shikon këto histori, ai nuk mban as lot asgjë, e kupton? Preket, shkarkohet. Pa ai sot është shumë i suksesshëm, ka 2 fëmijë. Okej, super shqyqyr. E ka mashallah, e kanë ardhur ditët, ndoshta në gjysmën e jetës saj i kanë ardhur ato ditë e bardha. Dhe vetmja gjë ishte që sado ndonjëherë fëmia merr guximin e madh të marrë vendimet mëdha të familjes, se kur e shikon që diçka nuk po shkon, ka menduar si veten e vet, mendon nënën e vet, dhe bile si kam thënë shumë herë këtë gjë që është ku duhet ta shprehësh me të gjithë, se është diçka inkurajuese për të gjithë ata që pse ka fëmijë, pse s'do baba, pse i vjen tur babës e nonës, apo pse janë njerëzit aty vërdall komshin që shikoj la burrin kjo jo. Le mërë çfarë ti? Do të mbaj unë burrin për hallkit, për njerëzit, se ta di njerëzit. Hajdutat, ordinerat, bixhosxhin, kumarxhin, këta dhunusit, domethënë nuk kanë fare vend as edhe familjen nuk e kanë halal. E kupton se çfarë ka gruaj shkret midis fukarallekut. Edhe unë dhe sot e kësaj dite, shumë herë kur shikoj gjëra të tilla preken se më vjen gjithmonë ai në mendje. Okej, tani ideja shqyqyr që është mirë tani edhe... Kështu që më vjen gjithmonë në mendje dhe ai sot është shumë ka goxha, është. Vetëm do ju kërkoja diçka. Ai e quan sukses gjithë atë që ka arritur, se e ka arritur me forcë vetëm, me sakrificë, me fukarallik. Po se po tregon histori të frikshme. Kështu që shumë nice, dhe një mesazh shumë bukur. Po do ju lutesha mos tregoni histori të dhimbshme, vetëm të frikshme, se do na coptojt shpirti për Zotin. Ti frikshme dhihesh. Po s'ka problem, më mirë se sa... Se kjo Andreas nuk e di edhe pak do e jepja kështu do këputesha. Shqyqyr që Zot. Njerë mumuc, këto më duken më të mira, më interesante, më frikshme kjo, se realiteti jetës. Po, është e dhimbshme, Po e dhimbshme është, po kjo është për të diskutuar, kjo është për dhënë një mesazh, kjo se ka dhe qindra familje si kjo. Sa do pak kjo e ka ngjajsh me historinë si kjo. E kom përbi. Edhe kur e kam dëgjuar atë të nenës, ka ardhur direkt ai shoku. Po, e kuptova. E kupton kur ta kam dëgjuar historinë. Është njëjtë, sepse ajo shqyqyr sot e mama e ti larg nga depresioni, se ran depresioni, kupton. Ran Shkëtojnë heka, shkëtojnë vujtje, shkëtojnë... Djali që sistemoj jetën, pavarësisht ata dhe sot e kësa ditë e vret pak ajo, se thot që apo si ku njerëzit këshu, apo njerëzit e mi mendojnë këshu, po ata njerëzit që adin flasë një në ata që jam dhe unë aty komshi, nuk jam marrë fare për bazë atë që a i thot që i kam merak se qa mendon tjetri. Se e di unë qa ka hequr ai, se unë kam qenë aty. Nesi. Kështu që nuk është nevoja fare, kur ndodhin këto histori, duhet me gjetë me thënë drejtën forcë, që nuk ka nevojë as të pini kokë, as të marrë një litar, as të mendoni gjën më, sepse është krim ndaj vetes, të mbysësh veten për çfarë, shiko, problemet janë një ingranazh. Po fëmia nuk mendon. 13 vjeç është, po. 13 vjeç është, po. 13 vjeçët që janë më shumë mendje hapur se sa neve. Janë mendje hapur, më prapë janë fluturojnë, të ketë një farë. Neve kishim top. E kupton, neve na unë edhe ai, se bëshim çunat e lagjës, ne kishim topin, sot janë telefonat, janë më të avancuar në tru. Kështu që nuk ka nevojë hiç fare, absolutisht, domethënë të mendojnë gjë më të shkurtër që duke i dhënë fund jetës, e kryen çdo gjë, i shpëton problemeve.
Para se të bëhet ajo gjë mendoj që ke lënë një nën mbrapa, një motër, një vlla, një baba, një gjyshe, një teze që vuajnë për ty për atë që ti bën, që nuk duhet ta bësh. Por ta gjesh kurarin dhe forcën se është pak modesti sot për çdo kënd që thotë që i kanë si modesti ose kanë si gjën e fundit, sikur si janë të fundit ose të parët që u ka ndodhur, që u ndan. Jo më valla, janë ndarë shumë herë më mirë. Më mirë një fund me dhimbje se sa të mbash një dhimbje të pafund e ta vuash gjithë jetën. Ndjell shkofshin, e kupton. Të fundat nuk janë me dhimbje, po ai fund jo hajre, po ne mendojmë çfarë thot Kojshia, çfarë thot Daja, çfarë thot Tezja, çfarë thot. Nuk di çfarë ta them me këtë gjë. Kështu që mora shkak edhe domethënë historia kësaj, këto janë vajza. Unë do të pi cigare, më falë. Para, kështu që jeta nuk është... A, mundemi të pimi cigare dhe vim prapë, se unë... Jeta nuk është e shkurtër, Qa jo, më? sepse të ndodhi një problem dhe është e shkurtër deri aty. Jo, thot, që jam të rezi. Problemet janë, do ta kupton. Vërezat janë përba. Problemet, goca, Ylli, problemet janë ingranazh për trurin. Se qefi dhe ato që s'keni halle, u trashet gjaku. Halle tresin dhjamin e trurit. Si e si ti të bësh më mirë, si e si të ecësh më mirë, si e si ti përballësh situatën. Se kur jemi mirë, Big Mama, me pime, kërcejme, këndojme, edhe kreti ke mirë. Unë për veten time, edhe sot flas edhe për veten time personalisht, edhe gjithashtu dhe ai shoku im, ai sot e kësaj dite, ai ma ka ngulur këtë lloj gjë. O, nena, mos qaj tani. Come on, se nuk është për qarë këtu. S'është për qarë fare. Po tregojmë histori. Është një forcë, është një gjë që ajo nëna e atij shoku tim, ajo nëna e atij ka gjetur forcën, gjeti forcën të bashkonte familjen dhe njerë me djalin, por nuk eci, djali gjeti forcën të jepte drejtim vlla se duke parë atë që bën ai, andaj se maman mos tregoni dimshme se çdo kush ka nga i përjetim kështu. Unë edhe në përstorit e mia në Instagram më thënë drejtën, duke qenë sa dhe mua se ndonjëherë kur je prezencë ose je në brendësi të asaj historie, të duket sikur e ke përjetuar ti. E kupton, të duket sikur e ke është fikse ashtu. Sepse vetëm natat ka ndarë. Flesh atje, se ne aty drekën anim bashkë, për shembull. Merr buk ai, merr buk unë, buk me gjalp ai, buk me gjalp unë, ose me domate, ose stop, vish merrim atlete, dal të vesh një herë, ndryshojmë ato. Kështu që nuk ka, ndonjëherë fëmia do ta marrë situatën, ndonjëherë fëmijët me mundësi jo të mirë ekonomike rriten shumë shpejt. Rriten shumë shpejt se i rrit halli. Kështu që nuk është nevojë as ti të prekësh, as kush të preket, po thjesht ta marrë sikur ajo që jeta nuk është e tepërt t'ja përkushtosh njerëzve dhunues të padrejt që janë këtë botë. Shumë herë më e bukur ta lulëzosh pa këta. E rëndësishme është që edhe sido që të vi me këto, e rëndësishme është që ndoshta edhe nëse s'ke komunikim direkt me prindrin ti apo ai ka, po e ka nëpërmjet njerëz të kushujve të vet. Më të thjesht marri vesh që është gjallë, është mirë kaq. E kupton, se është diçka që është shumë e thjesht, thuash dikush që se provon, është shumë e thjesht, s'ka gjë, se ke prindë. Po besoni ato lotët e atij djali që e çoi në drejtim të bënte atë që s'duhet bënte, janë shumë. Por përsëri ai prapë pyet për atë sot e kësaj dite. Pyet ku është, ç'a bën, si është, a është gjallë. Ke që i mirë, babës duhet kërkush? Vetesh. Ai vetë së di, vetë është matuese ç'a ka bërë, nuk e di. Se di se kam pyet më që kur u ndan, se pyeta më flas. Era fundit ishte këtu, më tha, se i tregova. Më tha, të sukses, apo se është koha jote, të ka ardhur koha, sa do të je meriton. Edhe lindi muhabeti aty, ore, se s'pyeta për rifat, këtë atë babën e vetë. Tha,
Hiç, më ka thënë filani ta kushuri, që është mirë punon, tha aty në Shqipëri. Kështu që mos u mërzisni fare, është një lloj gjëje që ndodh të fatkeqësisht në Shqipëri. Familja nuk krijohet, fëmijët nuk janë bakti pill and deal, lind edhe nxjerrat e ndjell. Ka përgjegjësi. Hangri piu, si është shëndeti këto. Jo vetëm t'i apo cullës tate, zorrës tate. Nëse gjithsesi kush e ka. Ti më ne. Big Mama, ka të zanë i sanë. S'kam mirë, dhe më këtë komedi i kom. S'ka që dhe komedi në ndryshot pak atë. Po, se në E frikshme mund këtë qenë për ty, por për ne të mund që ta të regu. Mund them që ta të regosh atë që njëse. Jo. Okej, të regoj një diçka tjetër, në qëse s'ke diçka të ndën personale. Edhe una me thënë drejtën kisha... Unë e di që do me tregu, po ajo është... O Big Mama, dhe unë kisha diçka time personale, po të regova të shokut. E kupton, kështu që se nuk dua, e kupton. E të kuptoj shumë një të kjo pjesë, dhe unë e kam një kompleks. Po, ama një lutem, vetëm mos tregon një histori të dhimbshme. Se mi tregoj me këto... Po, se di që do tregosh se ke folat në atë aty dhe nuk... Jo, atë se tregoj. Aman. Edhe pse e dimsh. Jo, pra se gjë, mua betën mamën, po është të dhimbshme, nuk është e frikshme. Tregoj atë që te, Ata tani aty, Me pa... tu bërtit me të madhe, tu tregu friku një scary. Që shumë njëtë si kjo, që të regon të. E ne 15 vjeqare, si treja. Bledhe në... Okej. Bledhe në shoqet, edhe vishin flejnë të unë shpejt. Edhe i kisha 5 shoqer, ishim ne edhe në shkollë muzikës, edhe në ansambël që t'i vadhe, krejt, tërkohës bashkë. Edhe kur fillojnë pëlqimet ndaj një mashkollit se në krejt. Edhe, zdi juve ju ka dhëtë ma para, kur asi hajtë t'i thirim shpirtrat. Po, me qira. Me qira. Jena unë tokë të bëmë. Edhe ne hajtë thirim shpirtrat, edhe 5, jena konë me kënisa fjolla, 4, po, 5 shoqe. Edhe unë pejnë në kohë, s'kom me këto gjëra frikë. Edhe them, hajtë po thirim shpirtrat, hajtë, edhe unë e di si shkon, i bëm germat. Bravo. Edhe me gotën. Po, A di. kjerëm sonte? Po. E bëjnë Zdi sonë. që është A bërë kjo. pak jena Po, e këtë. bëjnë pasaj. Unë di ta bëj. Dita bëjnë? Po. Okej. Po të vinë me që aty i kje veç lumin andane e po më dhihesh. Po nuk u rretullua, jo ja qatë doni. Hajde. Hajde, okej. Edhe e vëm me shkronjat e vënumat të gotën aty në mes. Edhe kënd të athirim, kush kapdek, unë kish dhek edhe gjyshja. Qatë nata? Jo qatë natë, du të thëmë, du të një shpirt, po. Dekmi unë e kisha si të babën e babës edhe nënën e nënës. Edhe ajde pe thirin babën e babës edhe unë pe më ndoj gishtin. Eshtë ashe e pyt njëna shoqe dhe me këtë dhe martohem unë. Edhe unë e tapë gishtin, ajo shoqe merë të tërheqe kështu vete, unë e tërheqa palitin. Z, zh, v, r, k, p, asë një përgjigje. Edhe të shë, unë prapë, i binë që shoqe dhe me të shë, se më bëjnë i budalë se zjenë, nuk ka, koto, të shku kjo një asi. Edhe unë thash, aj qatë bëjtë, është ta bëj palë, e ti si me, jo si me umar, jo, ajo shoqe tha, jo, tha, nuk ka mundësi, tha, mu mi ka të regu krejt, se njëherë bonëm për njënën, ajo, di eshte se pëlqenë një, edhe jënë të martumë, ajo shoqe ma, ajo e boni me një shoqen time, vete qonë të emnin e ati djallit që e done, që u bo. Dështë, hajtaf në unë e gishtin, e mdesha unë e gishtin nuk shkon të asë mundi. Ska faj me ta pa martu, një me s'ka shku. Më regulua frimarja që po edhe se kisha shumë siklet t'ja të reguja se kam halë si ndijet a jashtë. Më zuri që ati e biles. Pash. Edhe ndigjoni, është a nëne e nënës time ka qenë kroate. E martume me shqiptarë. E ndronë feja, ndronë emri, ndronë gjitha për gjyshin tim. Edhe shtash të më bëmë të nuk ka mundësi dhe me këmos bota, di qa dhe thirim dhe një shpirt femër, grue, se gratë janë ma lafazane, flasin ma shumë, burrat së tregojnë. Edhe janë isim, edhe hajtë, thash, po hajtë atërim se veç unë, kisha gjyshin e në gjyshin, ato krejt gjallë kishin. Thash, po hajtë atërim gjyshin time. Po. Thash, pe thirim gjyshin time, edhe
E thirim me, po thash nuk e di me së në emër do ta thirim, se e ka pat emrin Milka apo Mënyre.